ne nuk jemi kundër punësimit, por nuk jemi kundër punësimeve familjare edhe shkelje shkollë. Qemail Aliu, kryetari i komunës së Shtimës nga radhët e vetëvendosjes, premtoi se do ta çlironte Shtimën nga korrupsioni, krimi e nepotizmi. Por pasi që konsolidoi pushtetin, komuna ku ai udhëheq është mbushur me familjarët e tij. Natyrisht edhe me mbiemër Aliu. Nebahate Beqa është punësuar si edukatore në shkollën e Minduraku në Shtime më 26 janar 2026. Nebahatja është motra e Qemail Aliut. Vox Kosova kontaktoi me motrën e kryetarit, por sapo e dëgjoi pyetjen, ajo e ndali telefonin. Apo flas me Nebahate Beqën? Falni shumë për shqetësimin, jam Saide Brati, gazetare në Vox Kosova. Deshta me ju pyet, a ka ndikuar kryetari i Shtimës Qemail Aliu që ju të punësoheni si edukatore në shkollën e Minduraku në Shtime? Disa muaj më pas punësohet edhe mbesa e Aliut. Albina Aliu, vajza vëllait të kryetarit, më 5 maj 2026, u punësua si doktore e mjekësisë së përgjithshme në qendrën kryesore të mjekësisë familjare Dr. Vezir Bajrami në Shtime. Voxi kontaktoi edhe me Albina Aliun, por sapo ju prezantuam e ndali telefonin. Apo flas me Albina Aliun? Më falni shumë për shqetësimin, jam Saide Brati, gazetare në Vox Kosova. Historia e punësimeve të familjarëve të Qemail Aliut është e gjatë. Është një listë e tërë e njerëzve të afërt që janë rehatuar në pozita publike. Para se motra Nebahatja të punësoj si edukatore, burri i saj, Bujar Beqa, gjeti punë në kompaninë e Ujësiellësit Rajonal Prishtina në Shtime në vitin 2024. Mundësit u hapën edhe për nipat. Agon Aliu, djali i vëllait të kryetarit, u punësua si doktor në CKMF-n e Shtimës në shkurt të vitit 2024. Vox Kosova provoi që të marrë një përgjigje edhe nga kryetari Qemail Aliu, por ai nuk ju përgjigj thirrjeve dhe mesazheve të redaksisë. Kur i fitoi zgjedhjet për herë të parë në vitin 2021, Qemail Aliu u vet shpall si çlirimtar i Shtimës. Por me gjas, ai e pas ka çliruar terrenin për të punësuar familjarët e tij nëpër institucione publike.